Fatkeqësisht, Këshilli Prokurorë i Kosovës ka hezituar në farë do të ka penguar një qasje të tillë ku sistemi prokurorial i Kosovës të jetë llogaridhënës transparent ndaj publikut dhe me këtë thotë edhe ka refuzuar me zgjedh këtë pozitë. Çdo ditë që Republika e Kosovës mbetet pa kryeprokuror me mandat të plotë, do të thotë është vazhdim i kësaj, si themi, amullie, kësaj mungese të një luftime të krimit të organizuar, korrupsionit në shoqërinë tonë, si vlerat e cilat fatkeqësisht do thotë po potencohen vazhdimisht nga raportet e prokurorisë, nga raportet ndërkombëtare. Fatkeqësisht ka pasur të ndërtuar, si themi, kulturën e pandëshkueshmërisë të zyrtarëve brenda sistemit kur janë ose në shkelje të kodit etikës apo në shkelje penale. Në anën tjetër, besimi i publikut në këtë sistem vazhdimisht, do të thotë në 70 vitet e fundit ka qenë në rënje e sipër, kështu që pozita kryeprokurorit të shtetit jo që do të thotë është ai që ka shkopin magjik me ndryshu gjëra, sepse është Këshilli Prokurorë i Kosovës si trup kolegial që menaxhon administracion sistemin prokurorial, por pozita kryeprokurorit të shtetit është si shembull i cili në një farë mënyrë mund të shërbejë për kryeprokurorët e tjerë. Me qenë se pra prej prillit të vitit 2022 edhe prej tetorit të vitit 2023 ku kandidati i KPK-s do të thënë nuk është dekretuar nga presidenti i Republikës, besoj që edhe me momentumin ku gjendemi tani, duke qenë se reforma në Këshillin Prokurorial është jetësuar, është shumë e rëndësishme që ndër veprimet e para nga ana e Këshillit Prokurorial të Kosovës, pra të jetë shpallja e konkursit për kryeprokuror të shtetit. Kjo do të jetë edhe një prioritet për Këshillin Prokurorial të Kosovës, me qenë se kjo pozitë është jashtëzakonisht e rëndësishme për sistemin prokurorial, edhe duke qenë që kjo pozitë pra ka 4 vite që është me ushtrues detyre, është jashtëzakonisht e rëndësishme që pra të kemi një kryeprokuror të shtetit me kompetenca edhe kushtetuese dhe ligjore. Ta mungesa e vullnetit brenda këtij institucioni duke zvaritur procesin e kryeprokurorit të shtetit ka ndikuar pra në uljen e besimit qytetarëve në sistemin prokurorial, po më besoj që konsiderojmë që me reformën që është bërë pra dhe që është jetësuar në janar të këtij viti në Këshillin Prokurorial të Kosovës, është momentumi jashtëzakonisht i rëndësishëm që veprimi i parë nga ana e KPK-s, pra këto kohë të bëhet duke shpallur pra konkursin për kryeprokuror të shtetit dhe që kjo pozitë sa më shpejt të mbushet edhe të jetë pra një pozitë me do të thotë funksionalizuar nga ana e Këshillit Prokurorial të Kosovës. Shpallur pra konkursin për kryeprokuror të shtetit dhe që kjo pozitë sa më shpejt të mbushet edhe të jetë pra një pozitë me do të thotë funksionalizuar nga ana e Këshillit Prokurorial të Kosovës.